Selamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh. Takohemi sot në emisionin ton të radhës Impact me mua Migena Balla. Do të diskutojmë sot lidhur me një akuzë që na është bërë neve femrave muslimane të mbuluara në Shqipëri, Kosovë apo edhe më gjerë në Ballkan. Akuza na vjen nga një rang shtetëror, është ministri austriak ministri jashtëm austriak Sebastian Kurz, i cili thot tekstualisht që në vendet si Shqipëria, Bosnia dhe Kosova, femrat paguhen që të mbulohen. Sigurisht që kjo është shumë akuzë e rëndë për ne, dhe ne jemi shumë të indignuara nga kjo. Ka patur shkrime dhe reagime të ndryshme në media dhe në rrjetet të ndryshme sociale lidhur me këtë. Ajo që na bën përshtypje, përveç akuzës shumë të rëndë, edhe paralelizimi që ky ministër i bën femrave të mbuluara me radikalizmin islamik, duke na konsideruar, duke na futur bashkë me ta në të njëjtën vorbull, duke na konsideruar edhe ne si rrezik për Evropën. Madje ai në samitin e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, ku është thënë kjo deklaratë, ka qenë një sesion i asamblesë që ishte samiti i Ballkanit Perëndimor, kanë qenë prezent ministrat e jashtëm i Shqipërisë, i Kosovës edhe i Bosnjës, dhe asnjëri prej tyre nuk ka reaguar ka shik kësaj deklarate tepër të rëndë. Është njësoj sikur unë apo edhe të tjera si unë të konsiderohemi rrezik për Evropën edhe për vendet ku ne jetojmë, sepse ne jemi radikal, njësoj si radikalët e tjerë që në emër të fesë kryejnë akte terroriste. Pra si që shikoni dhe vetë, logjikisht secili nga ne mund ta kuptoj se sa e vërtet mund të jetë kjo akuzë dhe sa e rëndë është për neve që mbajmë shami. Për të gjitha këto, do të diskutojmë sot me tre të ftuara që na nderojnë me ardhjen e tyre, që janë të treja të mbuluara dhe mbajnë shami. Unë jo pa arsye kam quajtur emisionin të mbuluara sipas ministrit austriak. Rezarta Alla, redaktore, mësuese e gjuhës dhe letërsisë. Mirë se erdhe, Rezarta. Faleminderit për ftesën. Ti je mbuluar sipas ministrit austriak. Do e shohim, po shpresoj. Je mbuluar prej sa vitesh? Jam mbuluar prej 16 vitesh. U bën pra do të ishe milionere sot, domethënë. Nëse do të ishe paguar rregullisht. Sipas ti po, por nuk e besoj. Okej, faleminderit Rezarta që je sot me ne. Kemi Jasmina Hoxha, studente për infermieri, e cila është edhe aktiviste sociale. Kemi parë së fundmi në protestën kundër ligjit për importimin e mbetjeve në Shqipëri, shumë aktive madje. Jasmina, mirë se erdhe. Jasmina është nga vajzat e sapo mbuluar arishtas, domethënë ka vetëm pak muaj, më saktë Jasmina? 3 muaj e gjysmë. 3 muaj e gjysmë që je mbuluar. Domethënë ti me siguri tu ofrua një shumë e majme dhe vendose të mbulohesh apo jo? Jam akoma në fazë fillestare. Pra, po t'ju referoheshim gjithmonë deklaratës së ministrit. Gjithashtu kemi Ornela Bega, studente për master në marrëdhënie ndërkombëtare. Mirë se erdhe. Ornela, ti ke gjithashtu sa vite që mban mbulesën? Parafërsisht 5 vite. Parafërsisht 5 vite. Dhe unë moderatora që kam po 20 vite të plota që e mbaj mbulesën, edhe i bie që unë dhe Rezi që pasemi çik më shumë vite duhet ishim goxha të pasura në fakt. Okej, bashkë me vajzat do të diskutojmë në fakt se si ka evoluar ky proces gjatë kohës, domethënë në kohën kur ne Rezi jemi mbuluar, kemi qenë shumë pak në numër apo jo, edhe pothuajse njihnim të gjitha njëra tjetrën, takoheshim nëpër xhamia kur faleshim apo jo. Ty personalisht çfarë të shtyu për të vendosur mbulesën? Kishe ndonjë ofertë financiare apo ishin arsye të tjera? Të them drejtën, kjo deklarat unë e parë si akuzë dhe më shokoi, për vetë faktin se deri tani nuk pas kemi ditur që pas kemi kaq shumë vlerë monetare, kaq shumë fakte, nuk e di çfarë them. Por që po t'i kthehem 16 vite më parë, shoh që pas kam qenë domethënë po themi adoleshente e fortë që adola, karshi shumë sfidave që ishin atë kohë, siç e the vetë. Kanë qenë mundësitë e pakta, ne mundoheshim të gjenim shamit tek njëra tjetra,
s'kishim as dyqane mati ku të visheshim, sot kemi tashmë në Tiranë. Edhe kostumet dhe ato gjëra që do vishnin, dolëm kundra familjes son, ati rretit më të ngushtë që na rriti, na edukoi, na arsimoi dhe ai po thoshte çfarë po bën, ndërkohë që ja dolëm po si, ka qenë bindje shumë e fortë ndaj Zotit, ka qenë një përderisa Zoti thot është petk devotshmërie dhe e veshim si bindje ndaj Tij, ideja është jemi bindur dhe kemi bërë për hatër të Zotit, shpresojmë që ta mbajmë me dignitet dhe Zotit na e prandoi ashtu siç i ka hije. Por që kjo më shokoi, kjo akuzë e fundit tani. Kjo është historia. Pra ti ishe një besimtare që praktikoje praktikisht Islamin me rritet e tjera dhe... Unë isha një fëmijë që rendesha kur u hapën xhamit në fillim, diku te Kokonosi, diku në kurse këte ande, dhe prindrit mendonin që fëmia po shkon, po ulet 2 orë, po mëson, mirë po bindjet vine dhe forcohen, dhe ti kupton dhe rritesh bashkë me to, arrin një moshë 18 vjeç kur fiton një pavarësi. Atëherë ishte koha që merrej pasaporta, në atë kohë nuk merrej më përpara. Dhe ti kishe bindjen që tani je e zonja dhe do ishe shumë e aftë për të përballuar sfidën brenda familjes, pastaj dhe jashtë saj. Pra që të përballesh me një veshje ndryshe nga pjesa tjetër e shoqërisë. Pra, ideja, koncepti ishte që ti ishe e bindur maksimalisht. Ishe e bindur në shpirt dhe në trup. Pastaj veproje dhe të gjitha tjerat reflektohen më vonë. Nuk vjen si presion as kushti as njërit. Të paktën, unë kështu e kam parë, më është dashur sfidë me të tjerët. Jam një vajzë, ti e din, me 2 vlezër dhe ato e kishin shumë të vështirë. Mes Tiranës, ti çfarë po bën, domethënë ku po shkon. Por që me kalimin e viteve nuk është më ajo, po sfida është kthyer ndryshe, sa mirë që je kështu. Sa mirë që të kemi kështu. Domethënë ato e shohin si vlerë dhe kjo përbën atë ndryshimin që ti a ke arritur diçka që ti bindesh dhe ato. Pra, gjithçka ka qenë bindje personale, ti e formuar si karakter, je bindur për këtë, pa e zbaton, për ndryshe nuk ka vlerë. Jo nuk ka vlerë, po merr forma të tjera, devion. Në fakt, domethënë në literaturën islame, gjithçka që bëhet në emër të Islamit duhet të ketë anën shpirtërore brenda, ndryshe ne dim shumë mirë që Zoti nuk na do të na shikojë çfarë veprime bëjmë neve së jashtme, ai do se sa bindje kemi ne në zemër. Dhe faktikisht të bësh një sakrificë kaq të madhe, të mbulohesh, të dalësh kundër shoqërisë, kundër familjes, do të thotë që ajo bindja jote është e palokundur, sa ti sfidon edhe vetë rrethin më të ngushtë. Në atë kohë ka qenë edhe ne nuk kishim as ligjin kundër diskriminimit dhe ne nuk lejoheshim të shkolloheshim, të punësoheshim, domethënë sfida ka qenë edhe më e vështirë se sa ç'është. Pastaj kur shkëputesh nga një shkollë publike, Ismail Qemali të duhet me patjetër gjesh një vend ku do shkosh se s'pranon më shoqëria ashtu. Dhe për fat atëherë kishte një medrese Durrësi për vajza dhe që vazhdon plotson studimet sepse ngelesh. Prandaj, kjo bindja ishte shumë e fortë. Pra, të duhej çdo ditë nga Tirana të shkoje në Durrës, po prapë kjo ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë shumë e vështirë, po gjërat kur bëhen me dashuri, me qef, me bindje, gjitha të duken bukur, atleta, përballohen. Jo, sigurisht që në aspektin tënd, përderisa je sot këtu, ty të ka pëlqyer, edhe ke qenë e bindur për ta çuar deri në fund zgjedhjen që ti ke bërë në jetë. Por ama nuk do më thënë nëse do kishte qenë burimi financiar shkaku, me siguri në momentin që ai burim nuk do ekzistonte më, në momentin që ai burim s'do ishte më aq i joshës, me siguri që ti apo kushdo që paguhet do ta kishte lënë atë zgjedhje apo jo. Mos e vërtet, por kur i kthesh një diplomat austriak të deklaroj publikisht në prezencë edhe të ministrave të tu dhe ti nuk ke asnjë reagim zyrtar, ti indinjohesh brenda vetes dhe thua me kutën e kujt po më mat ti mua? Ndoshta ti e mat me ato që bëjnë të kundërtën tonë dhe paguhen? Mos vallësh kjo, po jo, nuk ka vlerë. Sepse ajo e bën kundrejt një pagese. Është një punë që bën edhe paguhet. Neve mbulesë nuk e kemi punë. Është petk devotshmëria dhe po nuk erdhi nga zemra, po nuk u mush mendja,
Nuk e bën. Edhe sikur miliardat të ofrojnë, nuk e bën dot, nuk e mban dot më shumë se një ditë. Pra, bindja vjen së brendshmi, ti e reflekton pastaj atë. Nuk ka vend fare për as një ndërhyrje tjetër, është absurde kur e mendon. Jasmina, ti je mbuluar, siç tham, prej 3 muaj e gjysëm. Kishe një bindje për ta bërë këtë apo kishe një ofertë të mirë? Unë jam rritur me Islamin, edhe kam qenë gjithmonë e bindur që një ditë do mbulohesh. Shamia është gjëja më e duhur për të bërë, por kur nuk e kisha menduar seriozisht që do ta vendosja çfarë do ndodhte më vonë ose gjëra të tilla. Dhe momentin që e kam vënë, me që karakterizohem nga tipi që bëj atë që dua në momentin që dua, thjesht e ndjeva që doja të vendosja shamin, edhe e vendosa pa menduar gjatë. Nëse doja ta mendoja, mendimi thjesht largohej dhe ishte si dhuratë jo vetëm për familjen time, por edhe për mua personalisht. Edhe përkundër, si e kam pas goxha më të lehtë vendosin e shamis, sepse ato mendimet gjithmonë të ndonjë, apo si lehtësh me shkollën, me gjërat e tjera, me që nuk e mendova as pak, thjesht e ndjeva. E bëra dhe kur e kuptova pse që kisha vendosur shamin, thoya, okay, dhe ndjesha e lumtur. Fillove të ambientoheshe me këtë lukë të ri. Dhe ndjesha e lumtur. Kam pasur dhe impakt mirë nga njerëzit që më rrethonin, sepse dikur më thonin, Jasmin, do e vendosësh në ti shamin si mami, historikisht që kur kam qenë e vogël. Dhe unë asnjëherë si kisha menduar, thoya, nuk e di, do ta mendoj kur të rritem. Edhe mami jote është mbuluar gjithashtu. Mami është mbuluar që për 15 vitesh. Kështu që i bie që familja juaj, nëse do ishte paguar njësoj si rasti, do ishte shumë mirë. Babai jo do ishte me shumë fitim apo jo? Jo vetëm babi, por edhe ne të ishim për shkolla private, unë nuk do i pranoj aftesat për emisione kështu. Do bëje pak më VIP. Do kisha emisionet e mia. Okej, mirë, më pëlqen humori jot. Ornela? Unë fakt e këto akuzat vetëm për faktin që kanë ardhur nga një diplomat më prekën, dhe që më shumë fakti që nuk doli askush kundër, po unë nuk është se u habita shumë me thënë drejtën. Nuk është hera parë që përballem, unë jam përballë me akuzate shumë më të rënda, agjende sekrete. Kam studiuar disa vite në Turqi dhe kam pas shumë përplasje të tilla. Dhe për mua këto domethënë nuk është se më prekin. Po gjithsesi të marrësh parasysh që ne jetojmë këtu, punojmë këtu, studiojmë këtu dhe duam të kontribuojmë këtu, votojmë këtu mbi të gjitha dhe nuk ka asnjë reagim. Kjo është lë për dëshiruar. Paguajmë taksa mbi të gjitha madje. Jo vetëm që s'paguajmë, po paguajmë taksa, jemi qytetar të rregullt, ndoshta edhe më të rregullit, ndër më të rregullit në Shqipëri, dhe nuk ka asnjë reagim. Në fakt, ajo që mua më erdhi më keq përveç faktit që paguhemi, domethënë rënja e bindjes tonë, zgjedhjes tonë në një nivel kaq ordiner, domethënë siç njerëzit mund të bëjnë gjëra të tjera thjesht për para, edhe kjo shami të bëhej thjesht për para, ndërkohë që është një sakrificë shumë madhështore, edhe me një qëllim shumë herë më sublim. Ajo që mua më erdhi edhe më shumë keq është barazimi me radikalët islamik. Do me thënë që ne, përveç faktit që paguhemi, që kemi edhe po aq të rrezikshëm për shoqërinë, sa që janë edhe radikalët islamik apo personat që kryejnë akte terroriste, dhe që Evropa duhet të trembej nga numri i vajzave të mbuluara që po shtohen në Ballkan. Madje ministri citon që neve nuk duhet na hutoj dalja e Britanisë nga BE-ja, Brexit, por duhet të merremi me radikalizimin e Ballkanit, edhe shtimin e muslimanëve. Do me thënë, duket sikur ne jemi ato, në fakt ne jemi ato që dukemi, muslimanet të dukshme për shkak të veshjes, po ama na konsiderojnë ne, një zyrtar i këtij niveli, na konsiderojë si rrezik për shoqërinë, kjo është një shkelje e drejtave të njeriut fillimisht, domethënë, sepse liria e praktikimit të fesë është e garantuar me Konventin e Drejtave të Njeriut, është e garantuar me kushtetutë në shtetin ku ne jemi, po edhe ministri në shtetin ku ai jeton ka goxha tolerancë fetare dhe liri fetare për fe të tjera në fakt, edhe nuk e thot këtë si rrezik nga murgeshat apo nga femrat e feve të tjera të cilat mbulohen, dhe në Shqipëri ka edhe një shtim po ashtu të numrit të murgeshave apo të femrave
emrave që mbulon sipas fesë katolike. Kjo nuk e shqetëson fare ministrin, po përkundrazi më duket kështu si një rilindje e kryqëzatave moderne që në atë kohë bëheshin me shpatë, po sot bëheshin me fjalë dhe tamam ajo fjala rëndon më shumë se plumbi ndonjëherë. Ti akuzon, e barazon shamin, një virtyt moral, e barazon me radikalizmin, do të ti ke fakte konkrete në Ballkan, çfarë këshiash kanë sjell. Nëse nuk dëshmon, do të që akuza është e pabazë. Përkundrazi, mos të them më tutjet që akuza është gënjeshtër. Tani, si qëndron radikal, pse je e mbuluar? Më falë, me çfarë bazash? Më jep një shembull konkret. Konkretizoje, nëse ke akuzë të hapur, diplomat nga vendet më me pushtet në Evropë, atëherë bazoj fjalët. Në fakt akuza është e rëndë, kishim në iniciativë organizim më të mirë, do kishim kërkuar dhe dëm shpërblim në këtë rast. Pikërisht. Mungesa e provave që thjesht ishte një akuzë për të testuar ndoshta opinionin. Po, nëse do kishte prova, jam shumë e sigurt që do ishin paraqitur. Po ajo që shqetëson është fakti që është akuzë pa bazë. Është pa bazë, pa diskutim, por që duke bërë akuza të tilla, po krijohet një opinion i tillë. Dhe kjo është ajo që na shqetëson, sepse ne vërtet në Shqipëri kemi problematikat tona. Akuzat të tilla nxisin provokim. Mos i provokon njerëzit, të cilët janë të bindur në gjërat që bëhen, mos i provokon njerëzit në punën e tyre. Nëse nuk të vjen e keqja prej tyre, nuk ke pse provokon. Pastaj muslimanët janë autokton këtu. Kemi qenë, jam shqiptare, nuk jam as arabe as turke. Nuk ke pse akuzon radikale, islamike, arabofile e tjera me radhë. Unë jam shqiptare, lerë, rritur, edukuar, arsimuar në këtë shtet. Dhe jam me bindje fetare. Akuza nuk qëndron, përderisa unë, shteti tim, i paguaj taksat, jam votuese rregull dhe ti nuk më mbron, por përkundrazi akuzon, normalisht unë e shoh si pa bazë dhe nuk ka vend të sjatemi më shumë, besoj këtu. Nuk e di. Personalisht nuk kurse jam indignuar kaq shumë nga kjo deklaratë, sepse është thjesht në vazhdim në politikave islamofobike që ka përfshirë gjithë perëndimin. Edhe ndoshta ata thjesht po mundohen të na masin impulsin ose të na provokojnë, dhe ne nuk duhet biem prej këtyre provokimeve. Unë nuk paguam edhe e them me sinqeritetin më të madh dhe e kam përgjigjen e pastër për këtë gjë. Nëse ata mundohen të më provokojnë, unë thjesht nuk do bie prej provokimeve të tyre dhe jam më krye lart. Jo, sigurisht, personalisht nuk është se na prek kështu drejt për drejt, por ama ne jemi qenie sociale dhe jemi, domethënë, në këtë shtet nuk mund të konsiderohemi si hiç, sikur jo vetëm hiç, po domethënë po na zhvlerësojnë edhe më shumë duke na konsideruar rrezik për shoqërinë. Domethënë rrezik për shoqërinë, më thuash mua radikal islamik, baraz me terrorizëm, baraz me gjithë frikrat e tjera që ka Evropa nga sulme të mundshme, nga rreziqe të tjera, kjo për mua jo vetëm që është fyese dhe akuzë shumë e rëndë, domethënë, por që nuk di pse është kaq heshtje madje nga komuniteti musliman. Mund t'ju them që për këtë emision kam ftuar edhe përfaqësuesen e grave në komunitetin musliman të Shqipërisë, nuk i është përgjigjur ftesës pas një koment, po gjithsesi do doja domethënë që ndoshta ato mbajnë një politikë të heshtjes, meqense edhe vetë ministri që ka qenë prezent nuk ka reaguar ndaj kësaj akuze, po do doja që të paktën përfaqësuesja jone grave të ishte më aktive në përgjigjen, në kundërpërgjigjen e këtyre akuzave. Ka patur në fakt nga vajzat të tjera shkrime apo intervista të tjera, por që nuk ka nga organe zyrtare që kanë një farë obligimi moral për të përfaqësuar gratë, domethënë përderisa e marrin këtë rol përsipër. Sidoqoftë, unë mendoj nëse ministri jashtëm austriak është kaq i shqetësuar për radikalizimin islamik në Ballkanin Perëndimor, dhe me që ne jemi të paguara për këtë çështje, një pagesë më e mirë do na bënte ta ndronim mendjen që ta hiqnim shamin. Që nëse është këtë shqetësuar, le të na paguaj që ta heqim shamin edhe ta shikoj. Meqense ne pas kemi vënë kështu, që nga ofertë kërkesë. Le të na paguaj pak më shumë edhe të na shikoj edhe ta heqim shamin apo jo.
Shiko, nëse do t'ishte kjo, vajzat me shami kanë patur vështirësi të punësimit në Shqipëri, ato s'janë punësuar dot, domethënë, dhe kanë pranuar të jetojnë në kushte ndoshta varfërie edhe më të mëdha, ndoshta po t'ishin pa shami do të kishin gjetur një punë më të mirë, një pozicion më të mirë, dhe prapë kanë pranuar atë lloj realiteti dhe shamin apo veshjen e tyre nuk e kanë shitur për një vend pune, jo më për pagesa të tjera të këtij lloji, domethënë. Kjo nga mbesa e informacionit të perëndimorëve, që nuk e njohin vërtet ndoshta se si ne jetojmë këtu si muslimanë, dhe është ajo që ndron fakti që gjithmonë na shohin si të jashtëm, po ne nuk jemi të jashtëm. Ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, rritur, edukuar këtu, jetojmë në këtë njëjtat kushte. Thjesht kemi vendosur një shamin, një shenjë modestie që e bëjnë gjitha fetë. Apo dhe jo vetëm fetë, që gjitha llojet e bindjeve, çdo gjë që ne veshim është një shenjë diçkaje. Qoftë një veshja përfaqëson një lloj idea. Qoftë edhe një flok i kuq, është rebelim. Apo çfarë do qoftë. Dhe ne gjitha këto i shohim metalare, për shembull, që ne i dallojmë nga veshjet e tyre, apo si pranim, duhet jemi të që prapë i dallojmë nga veshjet e tyre. Domethënë janë disa lloj bindjesh që njerëzit kanë. Kemi vendosur të kemi një shenjë. Dhe të etiketohesh me të tilla gjëra, besoj se është fundi i etiketimeve, se nuk është hera parë që marrim akuza, qoftë akuza të tjera që jemi detyruar nga njerëz të tjerë, apo gjitha këto, kjo ishte fundi pastaj. Akuza vin këtu e 20 vite, që kur është hapur feja në Shqipëri që me mbulimin e vajzave të para, vin akuza, po vin akuza nga njerëz që i njohin dhe pastaj janë bindur që janë të pabaza. Dhe ato janë tërhequr nga akuzat që janë bërë ndër vite. Por të vinë akuza zyrtare të pabaza, kjo në fakt nuk qëndron dhe të bën brenda vetes të irriton, sepse ke kaq vite e njeh shumë mirë, pretendon se njeh atë bindje që po zbaton, dhe të akuzohesh është pak irrituese, është ofenduese. Çfarë duash, thuaj vetëm është e pabazë, dhe nëse do kishte baza, unë kthehem prapë asaj që gjërat bëhen me bindje, dhe kur bëhen me bindjen, me logjik, ato janë më të forta dhe nuk mundesh t'i shqitësh nga njëra tjetra, sepse bindja, karshi logjikës, fiton. Të dyja shkojnë paralel me njëra tjetrën. Dhe shamia duhet kuptuar që është vënë me bindje personale, nuk ka asnjë ndikim të jashtëm. Biles përkundra si ndikimi dhe forca, presionet e jashtme janë kundër kësaj, që vinë dhe nga rreti më ngushtë. Meshkujt e familjeve tuaja kanë bërë presion që ju të mbuloheni? Ju kanë ushtruar në një farë mënyre një lloj presioni që ju të mbuloheni? Do thoya të kundërtën. Meshkujt e familjes, aty ku janë mbuluar unë. Ne gratë akuzohemi që ne u pagukemi, ne që një barazë radikal, domethënë ne jemi dhe të prapambetura ndërkohë, jemi dhe të pa emancipuara dhe të pa integruara në shoqëri, domethënë i pas kemi të gjitha këto dhe kur vjen puna, na detyrojnë të mbulohemi. Është komplet e kundërta. Ti lufton me dijen tënde, me bindjen tënde që të bindesh meshkujt e familjes, si të thash më parë, babain dhe vëllezrit. Të duhet një punë e jashtëzakonshme, të duhen vite që ato të ambientohen me ty, të binden me normalitetin tënd në një formë të re, dhe ti do t'i bindesh ato, jo e kundërta asesi, të paktën tek unë jo. Ndoshta veshja na ka bërë dhe më të forta, absolutisht jo. Na ka bërë më të forta, ti përballojmë gjërat më ndryshe, ti shohim më ndryshe. Domethënë që në gjithçka që bëjmë, neve na duhet një sforcë o dy fish krahasi tjerave, na duhet një punë më e madhe. Nëse të tjerat janë të pranuara automatikisht pa u paragjykuar, ti je paragjykuar që në pamje. Ti shkon në një institucion zyrtar, ke shikime, ke vështrime, ke gjëra, që ti mbetesh dhe thua, më fal, ti nuk më njeh, si paragjykon? Por kjo fazë ka kaluar, po e lem atje. Paragjykimi, akuzimi është më rënd akoma. Kështu që presion familjar ta harroj se mund të bëhet për të mbuluar. Në familjen time nuk ka ndodhur. Në rrethin që unë jo nuk ka ndodhur, biles ka ndodhur e kundërta, si shembullim, që duhet dalësh kundër tyre,
që ti bindësh që kjo që po bën është zgjedhja e duhur. Po e bën me vullnet të lirë. Ndoshta Jasmina që i ka prindrit praktikant prej kohësh, mamin të mbuluar me shami, domethënë ato kanë bërë tek ty ndonjë presion në një farë forme për të mbuluar? Unë presionin e kam pas që e vogël nga jashtë, kur më shihnin bashkë me mamin që ishte me shami dhe më thonin do ta vendosësh ti shami? Mos e vendos, pa pritë përgjigjen time, do ta vendos apo jo. Shko mos e vendos kur tritesh ti shami. Mos u bëj si mami. Mos u bëj si mami. Ose i thonin mamit me fëmijë rrugës. I thonin mamit mos e detyro gocën, madje më mend pasi ditë kohë të para që unë pasi vendosa shamin, sa herë më shikonin që kisha vendosur shamin, i thonin mamit e ke detyruar gocën që të vendosë shami dhe mami u mësua me këtë gjë dhe sa herë që shikonte njerëz që më shihnin për herë të parë që kisha vendosur shamin, i bënte paraprit dhe i thoshte e ka vendosur me dëshirën e vet. Unë ja kam për surprizë që dhe sigurisht që janë gëzuar. Familja ime kam 3 vëllezër, edhe të gjithë janë gëzuar shumë për momentin që unë vendosa shamin, por që nuk kam pas imponim. Askur se ka pritur, dhe pse unë e kisha mamin me shami. Dhe shoqet e mia me shami më thonin që nuk e prisnim për teja. Se unë nuk është se kisha filluar gradualisht me mëngçata ose me rrobat veshje gjëra. Unë thjesht e bëra pam direkt vendosa shamin sepse e ndjefa. Po t'ishe imponuar, ndoshta të shëmbuluar 13-14 vjeç apo jo? Jo 19. Ornela? Babin ose vllai ose i vogël. Babi nuk është praktikanti, është musliman, nuk është praktikant. Që zbët fjalë, domethënë. Kam pas shansin që janë njerëz shumë liberale dhe na kanë rritur që besojmë në atë që duam besojmë dhe të bëjmë atë që bëjmë. Sigurisht ka të bëjë fakti që ka një 15 vjeçar këtu që ka ndryshuar opinionin e shqiptarëve, jam e sigurt që dhe unë po të kisha qenë në atë moshë, në atë kohë do kisha pas disa probleme, se sigurisht pyetja e parë ka qenë po si do punosh, si do arrish të punosh kë. Vazhdojnë ndër vajza të reja që të kenë shumë probleme, më thënë pjesa më e madhe, shoqeve të mira të mbuluara, kanë histori shumë të vështira të vendosis shamis. Me zor janë pranuar nga familjet e tyre, madje kanë qëndruar me javë jashtë shtëpisë, sepse nuk i pranonin në shtëpi për shkak se kishin vendosur ime dhe i rezartës, sidomos nga këto historira me qanin me historitë e njëra tjetrës, kur ja tregonim njëra tjetrës për motivim, domethënë që ja filani ja kështu apo filani ja ashtu, domethënë. Kështu që kemi kaluar kohë edhe më të vështira. Por prap jemi të lumtura që nuk ka imponim as sot, sado vështirë. Ka qenë më vështirë, është më e pranueshme, njerëzit janë më mendje hapur dhe kuptojnë pse e bëjnë. Ndoshta atëherë ishte edhe kjo, ti duhet të përballoje një trysni shumë të madhe, ti shpjegoj një herë pse, kurse sot je lirë, bëje, ke këtë besim, bëje, nuk të ndalon as familja. Atëherë ka qenë një periudhë tjetër, por e rëndësishme, nuk ka imponim, s'ka pas atëherë, nuk ka as sot. As nga familje që janë brenda muslimana, nuk kemi parë si të dëshmon dhe Jasmina që ti thot mami mbulohu, babi mbulohu, vlla mbulohu. Jo. Përkundrazi janë çuditur dhe me këtë. Dhe më vjen mirë që nuk ishte dhe nuk ka sot imponim. Dhe gjërat imponuara, ato janë më të këqijat sepse herët e vonë do dalin në të kundërtën. Njeriu sa herë ti thuash mos fëmis, mos e prek atë, mos e prek, do shkoj aty. Edhe ti thuaj, bëje, nuk do ta bëj, mos e bëj, do ta bëj. Pra, sjell të kundërtat, është si ai magneti që tërheq të kundërtat. Nëse do ishte imponim, shumë 26 vite fe e hapur, do shifnim shumë trende të ndryshme, nga mbulesa në skaj të tjera, por që faktikisht nuk ka pas imponim dhe nuk ka. Okej, familja ju po dëshmoni me eksperiencën tuaj që familja në një farë mënyre ose ju ka lejuar të bëni atë që doni, ose në një farë mënyre ka qenë kundër, pastaj ka ndryshuar mendim, ose në rastin e Jasminës që janë komplet pro. Tani gjendemi në një realitet tjetër që kemi sulme të jashtme përveç ministrit austriak, unë do të ulja pak këtë rrethin e sulmeve që na vinë brenda për brenda. Domethënë kemi akuza nga personazh shqiptare, ne kemi bërë edhe një emision për islamofobin në fakt në Shqipëri, kur morëm shkasën nga rasti një sulmi që kishte ndodhur një vajzë në Shami në Tiranë.
nga një grua në autobus, nuk e di a e keni dëgjuar. Por ka edhe disa të tjerë, se këto mund të jenë individ ose raste sporadik që ndodhin nga individ në rrugë, dhe të panjohur. Por ajo që unë duat t'ju pyes, domethënë, është si jeni ndjer ju karshi sulmeve islamofobike që bëhen nga publicist apo nga shkrimet të ndryshme. Në fakt, ato më të njohurit janë nga Kosova, aty edhe sulmi po bëhet më i madh për shkak ndoshta se Kosova... Për shkak se pagesa do jetë më e madhe e publicistëve që shkruajnë këto. Jo, ndoshta lufta është më e madhe për shkak se Kosova ka akoma statusin që kërkon të njihet si shtet dhe në kuadër të kësaj, të këtij interesi, duhet ta shihsi veten, domethënë në shumë raste, dhe sulmet kundër islamit janë një objektiv shumë i qartë në fakt nga europianët, dhe përdorin disa politikanë apo publicistë në Kosovë apo Maqedoni. Është rasti i Alma Lamës, e cila aktualisht është ambasadore në fakt e Kosovës në Itali, edhe shkrimet e saj kundër nesh janë, kundër vajzave me shami apo edhe muslimanëve, janë të njohura për tendenca, për shpifje që ajo bën, po edhe për tendenca shumë të forta islamofobike, domethënë. Edhe mbështetjes që ajo ekziston, ka domethënë nga gjitha qarqet politike, asnjë mas nuk merret ndaj saj, sepse si politikane ajo duhet të mbajë një qëndrim të panshëm, neutral, ku në fakt ajo deklarohet shumë hapur kundër muslimanëve edhe islamit. Gjithashtu edhe diçka tjetër, domethënë mos harrojmë që kemi në Kosovë edhe në Shqipëri një gjyq kundër muslimanëve, disa imamëve që janë akuzuar si xhihadist ose nxitje për terrorizëm. Gjithashtu në Kosovë kemi arrestime kur thuhen deklarata nga imam në hutbet e tyre që nuk i pëlqen shtetit kosovar, domethënë, edhe nga ana tjetër këto lloj personazhesh që shkelin haptas ligjin me deklaratat e tyre islamofobike, duke shkelur drejtat e njeriut, ndaj këtyre nuk merret asnjë mas, domethënë janë fare të lirë të shpifin sa të duan, të shkruajnë çfarë të duan. Shoqëria ka dy standarde, Migena. Ka standardin e pushtetarit të fortit, ka dhe standardin e qytetarit të thjeshtë. Qytetari i thjeshtë kërkon të drejtat në mënyrë zyrtare, kurse ai që ka pushtetin, ai ka të drejtë absolute, edhe si kur ai mos të ketë të drejtë, ka të drejtë absolute të shprehet si të doj dhe të bëjt që të doj. Mirë po, ndonjëherë përballet edhe me njerëz të cilët reagojnë, po prap edhe këto nuk janë zyrtarë, si rasti jonë këtu. Pra, ai do një përballje zyrtare dhe reagimi duhet jetë nga ministri jonë, në rastin konkret nga gazetarët, publicistët që janë shprehur. Por unë i kam marrë shumë lehtëshëm, sepse në raste konkrete kam parë që pagesat kanë qenë të majme. Ai ka shitur dhe vlerat e veta. Pra, artikulli islamofobik ka kushtuar shumë. Ai ka qenë para disa vitesh, po themi, pro islamit dhe ishte shumë i natyrshëm islami në Shqipëri. Ndërkohë që ktheu 180 gradë, pse? Sepse ishte një pagë shumë e majtshme që ai duhet ta bënte, pse? Shqipëria duhet të hiqet si çfarë? Nuk është shumicë muslimane, sepse kështu duhet na pranoj Evropa. Ne synojmë BE-n. Si duhet, kemi qenë 70%, tash duhet rrudhemi pak dhe duhet japim deklarata me pafund dhe pafund, dhe këto duhet vinë nga zyrtar, që edhe Evropa t'i marri si të mirëqenia, nuk që i kanë të na hapi një derë. Unë i kam parë shumë, domethënë me skepticizëm, sepse kam pasur qëllime vetjake, personale, nuk kanë qenë zyrtare dhe nuk janë marrë aq shumë zyrtarisht, nuk janë marrë konkretisht, dhe kur janë marrë ka pasur reagime të caktuara. Jasmina, Ornila? Nuk është se ngelet shumë për shtuar, po ideja të këto shkrimet apo të Kosova kam përshtypjen se është fakti që është akoma shtet i ri dhe është më i hapur ndaj ndryshimit, prandaj ndoshta mundohen çik më shumë. Dhe më e madhe. Dhe duke është më e qartë. Më e dukshme. Duhet ta shesi veten tani më fort, që nuk është muslimane, dhe këto shkrimet e shembullit në fjalë të tjerëve, gazetarëve që janë konkretisht në Kosovë që po bën për ditë, po themi, shkrimet e tyre
I bie që ato duhet të dalin jo musliman, të paktën jo me shumicë, se ato që i kanë nuk kanë Të paraqesin një realitet si pëlqen Evropës. Më gëzon një gjë të gjitha këto shkrime. Do të thotë që ne po dukemi dhe po bijem në sy, prandaj po flasim. Në qoftë se një ambasadore merr mundimin që të harxojë një, me sa duket, një kohë shumë madhe për të shkruar për ne, do të thotë që po trembe nga diçka. Dhe nuk është radikalizmi islamik apo po trembe nga një vlerë e shtuar e shoqërisë, sepse radikalizmi nuk ka lidhje me islamin. Pse nuk themi radikalizëm katolik? Vrau ai 40 e sa veta, nuk u cilësua si tillë. Pse lidhet gjithmonë, kemi lidhje radikalizmi me islamin, nuk ka asnjë lidhje mes tyre. Jo, në fakt kur vriten gocat me shami në rrugët e Evropës, që janë viktime të sulmeve islamofobike, ato nuk janë fare akte terroriste kundër islamit, që janë të provokuara vetë nga mediat. Terrorist, radikal, çfarë nën kupton ti? Vrasjen vetëm të muslimanit nga një tjetër, apo... Jo, duhet thot Allahu Ekber, se po nuk tha Allahu Ekber nuk quhet terrorist. Si ai smuri në Vlorë. Do me thënë, jo çdo gjë që është terroriste i përket islamit. Terrorizmi i ka të gjithë përfshihemi, të gjithë mund bëjmë akte terroriste, duke qenë muslimane, katolike, protestante, tjerë me radhë, edhe ateist. Pse ai nuk merr një profil, një etiketim, një epitet? Pse vetëm islami gjithmonë, radikali që ka islam, terroristi që ka islam, ky tjetri që ka islam. Pastaj edhe nëse do ishte islam, personi quhet musliman. Do thoni radikalizëm musliman. Mirë, po termat janë sajuar aq bukur, janë lidhur aq mirë me njëra tjetrën, sa që ti thua dhe këto terma të shpikura janë të imponuara, do të të vishen ty se s'bën, dhe ti në vetvete e di që ai term nuk qëndron. Në fakt në Shqipëri kemi raste misionarësh katolik të cilët financohen pikërisht nga shteti austriak dhe janë vendosur në për zona dhe krahina me banor musliman ku nuk ka asnjë katolik dhe aty ato me dëmet po i shërbejnë komunitetit fetar të tyre, por ai komunitet nuk ekziston. Ata paguhen këta misionarë për të kthyer muslimanët në katolik, edhe kur nuk kanë marrë ndonjë akuzë nga ne muslimanët e Shqipërisë apo nga të tjerë që ju paguheni për të bërë katolik, apo kanë qenë interesat ata që ju kanë bërë katolik, domethënë. Kemi respektuar zgjedhjen e tyre në fundit, apo jo? Pikërisht. Biles do thoja në për këto fshatrat e thella që janë misionarët e krishterë me misionet e tyre, ato paguajnë dhe prap nuk po kthejnë. Prap janë me numrat e dorës, ndoshta dhe ato që janë konvertuar. Do thoja gjithë këto parat derdhura për konvertim dhe prap nuk kemi asnjë rezultat, si që nga neve që kemi paguar dhe akoma. Pra nëse ne do kishim bërë një kthim me interes në islamizëm, i bie që tashmë mund ta kishim praktisur edhe mund të kishim konvertuar kanë vite misionarët, edhe nuk po ja dalin dot. Thash është një numër shumë i vogël i atyre, pastaj raporti s'ka ndryshuar shumë fakt nga. Jo, nuk ka ndryshuar. Me gjithë manipulimet që u bë regjistrimit të popullsisë dhe aspektit fetar në pyetjet e censusit, me gjithë ato manipulime, prap raporti s'ka lëvizur shumë nga regjistrimi në kohën e Zogut apo jo. Kështu e kuptojmë se pse vijnë këto akuza, pse vijnë të këtij lloji. Jo, është ajo që bëjmë që gjërat me pagesë nuk vleken. Po edhe kuptojmë se vjen. Ose janë të përkohshme për interesin personal që unë kam, ose nuk vlen fare, nuk qëndrojnë. Ti lodhesh edhe rezultati nuk e arrin. Pastaj shamia nuk është shumë shqetësuese, gjitha fetë monoteiste e kanë. Kemi ortodoksët e mbuluar, kemi qifutët e mbuluar, kemi katolikët e mbuluar, do thoja rastin konkret. Neve kemi Nën Terezën, shenjtoren që u bë tani, në çdo institucion zyrtar nuk shqetësohet kush për shamin e saj. Për shamin time, etiketohem, akuzohem, edhe nuk ishte radikale në fakt Nën Tereza, as nuk ishte ignorante se ishte mbuluar, as ndoshta, në fakt ajo është paguar shumë mirë, mund ta themi ndoshta ishte ndonjë lloj interesi, pavarësisht
se si shfrytëzoheshin lekët, nuk po i hym kësaj ane, domethënë, po nuk morëm ndonjë akuzë për Nën Terezën, nuk u për para. Asnjëherë për shamin e saj. Pse sot ne? Jo, vetë ministri austriak thoshte sepse dhe ajo është nga Ballkani, është shqiptare, thoshte që është mbuluar për para ndoshta. Sepse ajo i përket komunitetit të tij. Po edhe murgeshave që mbulohen në Shqipëri, bie që të mbulohen me para, apo jo? Po është komuniteti vetë dhe nuk e akuzon dot. Është islamofob, prandaj. Kjo është arsyeja e vërtetë, domethënë gjithçka që ka të bëjë me islamin e shqetëson, po se çfarë ndodh pikërisht pra janë ato termat e shpikur, e ndërtuar shumë bukur që i tekitohen vetëm tek muslimanët, sepse islamik nuk ka të bëjë me personin, ka të bëjë me parimin, me fen, cilës i përket pse quhesh radikal islamik. Nëse do isha radikale muslimane, ose musliman në të kundërtën. Pse? Sepse të gjitha akuzat, lufta mediatike sot po bëhet kundër muslimanëve. Pa shkuar më te lufta konkrete sot tek muslimanët. Nëse do ishte po themi shteti islamik i ndërtuar nga muslimanët, pse do vriste vetë muslimanët? Një pyetje kështu shumë e madhe, pikpyetje. Pse do t'i vriste ato? Në fakt ka një ndryshim madh Evropa me Amerikën. Amerika ka interes ekonomik, shkon, i bën luftë aty, i vendoset në shtetin e tyre për të sjellë demokraci, i merr naftë, i merr të mirat materiale. Okej, po nuk rrit t'i sulmoj ideologjikisht, ndërkohë që Evropa nuk përzihet shumë me luftra, është ndonjëherë kështu si aleate, ama luftën ideologjike kundër islamit e ka shumë herë më të fortë. Në fakt dhe kryqëzatat na kanë ardhur nga Evropa, nuk kanë ardhur nga Amerika, ndoshta protestantizmi i ka mësuar atyre që të respektojnë ndoshta ato zgjedhjet e lira. Lufta ideore është më e fortë, edhe më ndikim, ka afatgjat, frutet i vjen më vonë. Mirë, po lufta konkrete në Siri, në Irak sot po masakrohen. Po s'është shumë ideologjike, është shumë e prekshme. Dhe ku është bota që mbron të drejtat e njeriut? Ministri ky e tjerë nuk e shqetëson shumë kjo çështje, as prezenca e emigrantëve austriak, as si emigrantëve sirian në Austri, se si ata se si diskriminuan edhe shkelën çdo ligj ndërkombëtar dhe quajtën rast të jashtëzakonshëm për të dalë të larg nga kjo Ornela që po bën dhe masterin për marrëdhënie ndërkombëtare. Mund na thuash më shumë ndoshta për këtë, se si ata e keq përdorin ligjin për të interpretuar sakt ato lëvizjet e tyre antihumane faktikisht. Po ndoshta kjo është ajo që po i trem vërtet. Ne gjithë paktën ne femrat muslimane në Shqipëri flas, edhe mbar Ballkani. Po studiojmë edhe po bëhemi të afta për të arritur për ta ngritur zërin, qoftë edhe për këto çështje. Dihet, duket qartë, domethënë që Austria është vendi që më islamofob për momentin në Europë, ndoshta në gjithë botën, që ka shkel çdo lloj ligji, çdo lloj parimi drejtës ndërkombëtare dhe ka mbyllur kufin. Unë nuk mendoj se është më shqetësuese dhe është për turp të merresh me çfarë vesh një femër, ose më mirë them një grua, se mos themi një femër, se çfarë vesh një grua është ofenduese. Dhe unë realisht shumë realisht, e them shumë sinqerisht, unë ndihem e ofenduar që tulen disa njerëz diku dhe të flasin se çka kanë veshur apo s'kan veshur unë. Po me që po flitet, le të flasim ne të paktën. Po detyrojmë të mbrohemi, flasim ne që e mbajmë. Është për turp që të flasim për shamin, ndërkohë që ti ke njerëz që po vdesin, fëmijë që po vdesin, njerëz që po i mohohen shumë të drejta dhe nuk po flet askush. Edhe në për samitet ndërkombëtare, paktën te ky fundit që u mbajt, po më ka bërë përshtypje edhe në Amerikë, për shembull, kur u bë debati i presidentëve, i kandidatëve, nuk u përmendën fare refugjatët, nuk u zu me gojë, ndërkohë që si sot asnjëherë më përpara nuk ka pas kaq shumë refugjatë në botë. Jo, në fakt merresh me lukun e njëri tjetrit, se sa po duket qenë se këta janë muslimanë, viktimat siriane aty nga është më i lirë. Ndoshta sot vetëm bota islame, vetëm lindja mesme po sulmohet dhe refugjatët shumica janë muslimanë dhe për to botës nuk i intereson. Pra, më vjen keq, domethënë më dridhet trupi kur them që atje për ditë vdesin dhe askush nuk ngrihet. Dhe ti ke në dorë çfarë, një dua, ke në dorë një nxitje, një financim e tjera me radhë, dhe këto ndoshta nuk shkojnë atje. Po ti i bën. Pse? I bën sepse je bindur
se ai doja dali nesër me mbështetjen tënde dhe tjerëve me radhë, ndoshta do ndërgjegjësohet edhe bota që po i vret vetë. Sepse është skandaloze të thuash shteti islamik po vret muslimanët e vet. Ai nuk është shtet islamik, mos t'i vejmë etiketimet kot. Atje ku nuk duhet, duhet të përshtaten etiketimet me emrat që meritojnë. Po, tamam. Mirë, vajza, kemi mbritur në fakt në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për gjithçka thatë në këtë emision. Jeni të mirëpritura edhe rastet të tjera. Shpresoj mos të kemi më rastet për të diskutuar sulmet që na bëhen neve vajzave me shami, po të diskutojmë për çështje dhe jeta është shumë e larmishme ka çështje goxha të tjera për të cilat ne mund të flasim.